E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë në fakt ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Nata e mbrëmshme ishte një natë diskutimi mes Mateos edhe Brikenës, do me thënë unë e komentova mbrëm që Brikena ishte mërzitur, ishte prekur, ishte lënduar, që Mateo nuk ndan kohë me të, që Mateo nuk qëndron me të, që Mateo nuk pi kafe me të, që Mateo nuk ha mëngjes me të, që Mateo nuk bën shaka me të. Do me thënë, Brikena kishte hatër mbetjet e Mateo, edhe pse Mateo i shkreti, u shkatrua duke ja dhënë vëmendjen Brikenës, u shkatrua duke u marrë me Brikenën, u shkatrua duke i shkuar nga mbrapa Brikenës. Dhe pikërisht pas përfundimit të prajmit, në momentin që vjen, do me thënë, surpriza kur banorët festonin në arenë, Mateo bisedon me Brikenën jashtë në verandë, edhe i qartësoj në një farë mënyre gjërat. Tani, Brikena i thot që ti dueshte të vish, të më pyesësh si jam, të më pyesësh se si kaloj, duhet të ndash kohën me mua, duhet të zgjohesh në mëngjes të rish me mua, duhet të më japësh mua fokusin këtu brenda në lojë. Do me thënë tregonte në një farë lloj mënyre ndjesi xhelozie. Dhe Mateo i shkreti, i dëgjoj, sepse është një djalë shumë i mirë, i shkreti nuk ka çfarë të bëj. I dëgjoj të gjitha këto gjërat dhe ditën e sotme, do me thënë duke ndjerë veten fajtor, i cili nuk është fajtor fare. Dhe ditën e sotme Mateo zgjohet nga gjumi, Brikena ishte tek pjesa e grimit dhe shkon. Brikena e ftot akull. Mateo i afrohet, Brikena i jep dorën, me thënë sikur i flet komshies. Në rregull, Mateo ulet te karigja, mundohet të qeshëm, Brikena i kthehet me ters. Brikena i thot që unë nuk kam ndjenja, por unë kam pëlqim. Brikena i thot që unë dua të bëj grimin, unë kështu jam si njeri, mos fol për mua kur nuk më njeh. Dhe tani do me thënë është kontradiktore me çdo gjë që e kërkon dhe me atë që e vepron. Unë mendoj që kam arritur në një pikë për të thënë që Brikena nuk di se çfarë don. Dhe kjo gjëja që nuk di se çfarë don, Brikenën e penalizon jashtëzakonisht shumë keq, sepse ma asocon tek ajo vajza interesaxhie që dëshiron të përfiton nga një djalë. Me thënë, unë kështu momentalisht jam duke e parë Brikenën. Brikena nuk ka ndjenja, por nuk ka as pëlqim, sepse po të kesh pëlqim, pëlqimi lindën nga ndjenja, nuk mund të vijë pëlqimi pa ndjenjë. Është fenomeni i parë në këtë univers Brikena që ka pëlqim pa ndjenja. Me thënë, kjo është jashtëzakonisht e dështuar në çdo fjalë që po e thot. Tani çfarë po ndodh? Unë mendoj që Mateo duhet i hapën syt, edhe duhet t'i vë një vik kësaj gjëje, do apo s'do, sepse po ikën i gjithë Big Brotheri dhe unë po merrem dhe po t'lus ty. Nëse të pëlqen, urdhëro hajde, bisedo me mua, nisim këtë gjën. Ke patur të gjithë mundësinë e kohës të më njohësh, ke patur të gjithë mundësinë e kohës të kalosh momente me mua, unë jam ky. Tashi mua më ka njohur një shqiptari e cila më ndjekën nga televizioni, nuk më pas ke njohur ty që më ke këtu 24/7 dhe përpos meje nuk ke gjë tjetër. Dhe Brikena, përpos që të bëj qevet e saja, të bëj dëshirat e saja, Brikena do me thënë merret me budallalliqe kot. Dhe sot ja bën Mateos, hajde riti me mua dhe nuk ja var fare. E po si të rija i me ty, kur ti nuk ja var fare? Unë mendoj që Brikena ka problem me mendimet e saj. Brikena do dhe s'do, por do, ajo edhe nuk do që t'jetë Mateo, me Mateon edhe mban peng Mateon. Nuk shkojnë marrëdhëniet kështu. Do me thënë, ose do t'jesh me atë dhe t'i japësh fokusin ta ndërtosh atë lidhjen, ose nuk do t'jesh fare. Mua më duket në këtë raport, më e afërt më duket Gimboja me Selinën, sesa Brikena me Mateon. Kam menduar që Brikena do të zbutet, kam menduar që do t'jetë ajo vajza që do të lërë këto koklartësitë e saj dhe egoizmat sepse bëhet e bezdisshme më te publiku. Kam menduar që do t'jetë kjo goca që ta kupton që vërtet e don dhe t'i thotë që urdhro hajde ma bëj këtë gjën sepse unë edhe ty dua. Tani mbrëmë i thotë që ti ke të drejtën të bësh gjithçka tek unë dhe sot do me thënë e penalizon dhe e largon nga situata dhe marrëdhënia me të. Dhe për këtë pikën, unë mendoj që Brikena është thjesht duke kaluar kohën kot dhe është duke luajtur me Mateon. Ky është mendimi im në raport me Brikenën edhe Mateon.